إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالندرون ذا لافدرون الله سبحانه وتعالى ashtu siç e meriton ai me falëndrim të plot dërgojmë selam apo përshëndetje mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi vullën e profetëve, mbi zotrinë të parëve dhe të fundit, mbi mësuesin ton, mbi atë i cili e ndriçoi njerëzimin me udhëzimin që ia mor nga Allah subhanahu wa taala, i cili na i la këtë fe shumë të ndritshme, shumë të pasur, pas një fije dyshimin e të. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili që në pasimin e tij njeriu nuk të devijojë kurrësi. Është ai i cili ja u ka treguar njerëzimit të rrugën e drejtë, në rrugë të cilën po shkon njeriu nuk ka mundësi për ta humbur. Nga se njeriu është krijesë e dobët, është krijesë shumë e dobët. Nganjëherë apo në shumë të rasteve shejtani e munat, e devijon atë për rrugës Allahut azza wa jall, e lajthit. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu siç me kanë me neve në këtë kohë na i ka tregu këtë ngjarje, na i ka tregu disa hadithe të cilat po i meditojmë na, kurrë në kurrës nuk do ta devijojmë rrugën e Allahut azza wa jall. E një prej ngjarjeve, një prej haditheve se në ka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si që e transmeton Imam Hakimi në Mustadrekun e tij, ku thot se e erdhi Gjibrili alayhi salam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, e porositi me 3 gjëra, ja dha 3 këshilla që njeriu në jetën e tij po t'i praktikoj këto, atëherë nuk do ta humb rrugën e Allahut. Këshilla e parë është, i ka thonën, ja Muhammed, ish ma shi'ta fa innaka mayit. I ka thonë, o Muhammed, ka thonë, jeto sa të duash, për dije se ti je i dekt. Sa të duash jeto, sa të duash me zgjat ymri jot, dije se një ditë ka marrë kohë që ti ke me vdek. E në këtë farfjalije do të munal pak me analizu, me shtjellu mirë se çfarë do të thonë jetë madhe ka kjo fjalë. Allahu azza wa jall na tregon në shumë ajete të tina për botën, për këtë dynjë, për jetën e njeriu, ku thot kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Wa inma tuwaffawna ujurahum yawm al-qiyamah, edhe secilit për juve kam ju plotsu veprat e tij në ditën e gjykimit. Dhe vazhdon ajeti dhe thot faman zuhsiha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Atë ai i cili shpëton prej zjarrit të xhehenamit edhe futet xhenet, ai është i fituesi. Ka edhe disa ajete tjera, i thot Allah azza wa jall Muhammedit alayhis salam, edhe me këtë edhe gjithë ummetit musliman i thot innaka mayitun wa innahum mayitun. Ti je i vdekur, i thot Allah azza wa jall, por ata janë të vdekur. Thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Edhe në ditën e gjykimit keni mungjall para Allahut azza wa jall, edhe keni me bë polemik në mes vetë. Kjo pjesë e hadithit shumë na jep të kuptojmë që njeriu sado që të jetojë në këtë botë ka më ardhur momenti i vdekjes. Prandaj muslimani duhet me qenë i përgatitur. Nuk duhet me zonë vdekja gafil. Ashtu siç ka thonë një prej poetëve arab, kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadaba'u mahmul. Ka thonë çdo bir i nanës, edhe nëse i zgjatet ymri, ka më ardhur një ditë që njerëzit kanë me bërë supën e tyre, në supët e tyre.
Njeriu kur e mediton momentin e vdekjes, kur e mediton këto çështje, atëherë javnon gishtin kokës vet dhe e pyet veten, a thu vall, ku më jetu gjithmonë këtë dunjë? A thu vall, Allah azza xal më ka çuar to që unë mos më dek fare hiç? Jo. Atëherë do të më mendu. Do të më mendu mirë se me çfarë vepra po dalmi tek Allah azza xal. Një poet tjetër arab thot: El mautu babun wa kullu an-nasin dakhil. Thonë vdekja është një derë. Krejt njerëzit kanë me hyrë për çasaj dere. Nuk ka shansa asnjë njeri më kalue përveç se me një çat derë. E transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë momentet e vdekjes, edhe atë se njeriu duhet ta kuptoj se një herë ka me vdek, nuk ka shpëtim prej saj. Tregon pejgamberi alayhi salatu wasallam një ngjarje me Musa alayhi salam. Musa alayhi salam, Allahu azza wa jalla ja dërgon melekun e vdekjes për t'ia marrë shpirtin. Mirë po, Musa alayhi salam kategorikisht nuk pranon. Allahu azza wa jalla dërgon formë njeriu të atë melaç. Nuk pranon kategorikisht edhe e godet melaçën e vdekjes. Saqë në hadith ka ardhur saqë ja ka qitë njërin syje. Meleku i vdekjes kthehet tek Allahu azza wa jalla dhe ankohet, ja rab thot, nuk pe dorëzon shpirtin thot Musa alayhis. Allah i lat madhruar e thot, shko thot thuj Muses alayhis salam, thot merre një buall apo një ka, thot edhe vënë dorën tënde, shputën tënde thot mbi shpinën e tij. Sa kime që ti rrok dora jote, aq kime jetu. Musa alayhis salam pejgamberi Allahut e kupton apo? Thot ja Allah thot, mos çitune çimeve çka pastaj, thot kime vdek. Ata Allah thot çfarë është puna, atëherë thot merr ma shpirtin që tash. S'po duhet me tu, nëse ka puna, nëse s'ka kuni var rrug dalje tjetër përveç se vdekjes, atëherë merr ma shpirtin tash. Edhe meleku i vdekjes ja merr shpirtin. Ky është vetëm një shembull, jo që dikush mund të thonë tash ti vjen meleku i vdekjes, unë mund të më përmball me ta. Kjo është absolute, mirë pa Allah zë gjithë ka desë mi kallëzu Musa alayhis salam se çështë është meselja. S'ki ka ik për kësaj meselja, po kupton. Edhe e ka çuar për njeriu dhe ja ka treguar si shembull që o Musa sa dush me jetu ti. Nuk ka shansa ti mos më ardh para Allahut azza wa jall. Jo që Musa alayhis salam ka dashur me qenë para Allah, se është robë të zgjedhur të Allahut azza wa jall. Tregohet për Nuhi alayhis salam se ka thirrë fenë Allahun mbi 950 vite dhe ka jetuar mbi 1000 vjet. Kur i ka ardhur vdekja, djemtë e vet e kanë thonë, o bab, ka thonë, çish po do këtë kjo botë, ka thonë, çish po do këtë kjo dynja. Ka thonë, ke jetu, ka gate, çish po do këtë, ka thonë, kjo dynja. Ka thonë, kjo dynja është, kjo dynja, ka thonë, është sikur se me hi peri kësaj dere e me dalë në derë tjetër. Dhe më thonë, kush ka qenë Nuhi alayhis salam, ka jetuar mbi 1000 vite, edhe kur i ka ardhur vdekja, ka thonë, sikur me hi peri kësaj dere me dalë në derën tjetër. E ku po jetë puna jonë që ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ummeti jam do të jetoj mes të 60-tave të 70-tave. Dhe më thonë ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ymri i tij i tyne është mes 60-tave dhe 70-tave. Shka del për mi 70, kjo është diçka ekstra. Mirë po na sot peshohemi për ditë që as qito 70-at s'pim rrin. Shumica njerëzve sot po desin 3. Shumë për njerëzve e shep 50, 55, 60, të 70 që rrallë po hypë. Prandaj njeriu do të mendoj mirë e mirë. Prej dobive të nxjerrmi nga kjo ngjarje, nga kjo pjesë e kësaj këshille, kur Allah azza wa jalla na tregon këtë ajetin se ditën e gjykimit keni më ringjall, edhe keni më hasmundër me zveti, na tregon ajeti i Kuranit surën Abasa ku thot: atë ditë ku thot يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Qoftë atë ditë ka mu largu, ka me ik baba pe fëmijës vet, vlla pe vllaut, gruaja pe burrit. Thot çdo person në ditë ka me qenë i përkushtuar me punën e tij. Nga se njeriu në këtë botë ka mundësi bën gjunahe. Ka mundësi si din ato gjëna kërkosh, po edhe në ditën e gjykimit shpreson që mos me ditë kërkosh, prandaj ik mos me ja ditë punën e tij kërkosh hiç.
Kur t'jem puna kësisoj, a thu val, muslimani do të më humb këtë dynja. A thu val, muslimani do të më marrë me dynja, sikur se me jetu dajman të. Jo. Do të me ditë muslimani që një ditë kam jarë vdekja. Do të me qeni pregaditur, mos me zonë vdekja gafil, e me thonë ashtu si që na i përshkru në Allah në Kur'an ku thot: wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukum al-maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Allah i latë madhruar na i tregon në këtë ajet ata persona që kur t'ju vjen vdekja thonë: o Zot, kthena edhe një herë në dynja, ose shtyna i exilin në një moment tjetër, deri sa na të dhom sadake, të bëmi për devotshmeve, të bëmi për njerëzve të mire. Jo, Allah, çka thot Allah, çka jo përgjigjja të cila është? Allah i thot: wala yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allahu i latë madhruar nuk e shtyn exilin e asnjë njeriu. Asnjë person nuk ja shtyn exilin, kur t'i vjen exili që aty kryet puna e tij. Allah i thot është i gjithë dituri, edhe është fort mirë njoftuar me atë çka po veproni edhe çka po punoni. Prandaj ne si musliman do ta marrim këtë këshill për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se direkt Xhibril alayhis salam e ka këshilluar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kush ka qenë, ai ka qenë i dërguari i Allahut, më i dashuri i Allahut, ai ka thonë: o Muhammed, ka thonë, jeto sa duash, po dije që ti je i vdekur. Tjetri ajet na tregon dhe thotë se: fala tugharrannakum alhayatu ad-dunya wala yugharrannakum billahi al-gharur. Përpara ajeti thotë: ja ayyuhan nasu inna wa'da Allahi haqq. O njerëz, ka thonë, premtimi i Allahut është i vërtetë, është hak. Edhe s'ka dyshim se premtimi i Allahut kur thot është hak, nuk ka lëvizje ta, nuk ka ndryshim ta. Ka thonë: mos t'i mashtron juve kjo botë e rrejshme, mos t'i mashtron juve kjo dynja, edhe mos t'i mashtron shejtani mallkuar. Nga se shejtani e mashtron njeriu, e devijon njeriu. E muslimani do të më qenë shumë i kujdesshëm. Do të më marr këtë këshill, do të më meditu këtë këshill nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës tonë. Çdo punë që ta bash, çdo veprim që e kundërshton fjalën e Allahut dhe pejgamberit tina, nalo dhe më daj këtë këshill ku pejgamberi alayhis salam i thot: jeto sa të duash, për dije se je i vdekur. E muslimani në ato momente kur don me i bë Allah gjunah, kur don me kundërshtu rrugën e Allahut, me kujtu këtë këshill, i dridhen kamt, edhe e lën. Nga se e paramenon veten që një ditë ka marrë koha që kanë me bajt në tabut, ka me dalë para Allahut azza wa jall. E lusmi Allah që kur dalmi para tij me qenë faqebardh, e me qenë prej të nderume, se kanë nderon Allahu në dynja në ahiret, s'ka kush që e poshtron. Dërsa kanë e poshtron Allahu, nuk ka kush që mund me nderue. Edhe kur ta poshtron Allahu dikon, e poshtron në ketë, për sipërfaqen e njerëzve në ditë gjykimit, prej Ademit alayhis salam e masneve, e nuk e poshtron vetëm në një kohë që harrohet puna e tij. E lutim Allahun azza wa jall që të na ruaj prej atij momenti. Këshilla e dytë që ja ka dhënë Xhibrili alayhis salam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë: ja Muhammad, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariq. Ka thonë: o Muhammed, ka thonë, duje kënd të duash. Kënd duash doje. Mirë po dije që ka marrë një kohë që i ka munda prej ti. Më thonë: doje kënd duash, mirë po ka me ardhë një kohë, një moment që i ke me munda prej ti. E atëhere, kjo këshill e ka një kundra këshill, si që i thojnë gjuhë arabe me fhumul mukhalef, një kuptimi kundër. Ti duje kënd duash këtë dynja, mirë po ka me ardhë kohë që i ke me elan. Atër kom po du ka me dash muslimani? Po me dash të Allah azza wa jall, me dash punë të mira. Nga se puna e mirë është ajo që e shoqëron muslimanin edhe në varr. Për atë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon, ashtu siç ka transmetuar min Buhariu dhe Muslimi në librat e tyre, nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد
yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Ka thonë kur të vdes njeriu, 3 gjana e përcjellin deri tek varri. 3 gjana, 3 punë e përcjellin njeriu deri tek varri. Tek varri po thotë 2 kthehen mbrapa, njëra po thotë e përcjell edhe vazhdon me ta. Ato punë e përcjellin thotë janë pasuria e tij, familja e tij edhe veprat e tina. Çto 3 gjana e përcjellin deri tek stomi i varrit. Aty thot 2 kthehen, thehet pasuria dhe familja. Njëna thot hin me të në varr, ajo është vepra e mirë. Prandaj ulemaja kur e shpjegojnë këtë hadith thonë që me qenë se veprat ku kanë kështu, me qenë se njeriu kom për e shëqërej kanë këtë dynja, a ke ai baba, a ke grua, a ke fëmijë, a ke njeri mirë, a ke kushke, pe humb ka. Po vika një kohë që ai pëndoj ka piti, edhe s'pas ka mo dobi pitina. Atëherë cilën vepër do të me shoqëru, cilin do të me qenë për muslimonin shoku më i ngushtë edhe më i mirë? Ulemat kanë thonë vepra e mirë. Vepra e mirë për muslimonin do të me qenë shoku më i ngushtë. Sepse ajo del ty e krah, kur nuk del kërkush i krah. Kur këtë kthehen të mas, edhe të lan, ajo vjen me ty në varr. Edhe që ka në hadith, kur Allah azza wa jall të merr shpirtin njeriut, masi të kthehet shpirti, pse është hadith shumë i gjatë, masi të kthehet shpirti prej qiellit në varr, njeriu thotë i ndëgjon edhe kpucat e atyre të cilët kthehen për mas. Edhe vinë me laçet edhe e pyetin kush është Zoti jot, kush është pejgamberi jot, kush është libri jot, cila është kibla jote. Nëse përgjigjet, shumë mirë i ka punë. Kur zvanon pas kësaj vjen hyn një njeri, thotë i bukur, me veshje të mirë. Thotë kush je ti? Kush pruni këto? Thotë janë vepra jote e mirë. Vepra jote. Allah azza wa jall po ja shtelloj ka dhe po ja bëj ka punën ashtu që vepra e tina më u bën formë njeriu të shumë të mirë. Edhe më i tregu që ajo vepër vetiu pamja e saj të kallzon që është vepër e mirë. Veprat e tij të mira. Ndërsa e kundërta e atij i cili i vjen njeriu i shëmtuar, e rekeqe, njeri i keq, thotë unë vepra jote, domethënë çka ke vepruar dënjo, a përshes se çka të ka ardhur me ty për mas në varr. Prandaj njeriu duhet me pas kujdes kur të bën vepra të mira, me bën vepra të mira për Allahun azza wa jall, me shtu namazin, me shtu zakatin, me bën vepra vetëm për Allahun, me bën vepra që nuk çe kërkosh për Allahun azza wa jall. E këto me shpresu që nesra se edhe vepra e mirë me ndërmjetësu tek Allahu azza wa jall. Ashtu si transmetohet për hadithe, ashtu si transmetohet për ethere, se Kurani në ditën e gjykimit bëhet në formë njeriu të dhe ndalon njeriu, thotë Allah, kjo më ka lexuar thotë mua. Surja Bakara, Al Imran, ndërmjetësohen tek njeriu veprat e mira, agjerimi. Thotë Allah, thotë unë kam dalë me ëmbël me pi për ty. Prandaj Allah azza wa jall shpërblen shumë. E muslimani kur të jam mësyn vorrit, kur të jam mësyn dekës e najra, e kena mësyn dekës nga sa Ali radiallahu anhu e kalon një fjalë shumë të madhe, ka thonë atë ditë që nona vetë e ka lind fëmijën, shtiza e vdekjes është largu pe harkit. Është nis kajveç. Shtiza e vdekjes është nis. E muslimani duhet me prit momentin e kur e godet Allah e din. Jo muslimani duhet me qenë i përgatitur. Jo me zon vdekja gafil. Jo me ardh dek ai me thon sigurisht se ka thon Allah me cilësu me ata njerëz që ka thon Allah shtyma e xhelin ose kthem për mas. Dvoj vepra të mira. Po sikur ta kthej ka Allah prap kish me harru. Prap ja kish me vazhdu me ato veprat e tina të këqija. Prandaj ne si musliman duhet me pas kujdes. Duhet me jetu me këtë këshill gjithmonë, me përkujtu. Ditë për ditë me përkujtu vdekjen, nga se muslimani kur e përkujton vdekjen, ja hub epshin e dynjas. Ja kalit në zemrën e tij që dynjaja është e keqe. Ashtu si që ka cilësu Allah azza wa jall, ka thënë dunya mal'una ma fiha illa dhikrullahi wal alim wal muta'alim. Ka thënë dynjaja është e mallkume. Krejt që ka konë to, ka thonë është e mallkume. Përveç dhikrit në Allahun azza wa jall.
Përveç përmendja e Allahut që bën tokë, edhe alim, edhe dietarit, edhe kërkuesi i dijes. Çito 3 grupe nuk janë të mallkume. Gjithçka ndodhen në dynjë është e mallkume dhe s'ka fajden të hiç fare. Për shkak të dhikri. Nuk është dhikrullah, përmendja e Allahut, nuk është vetëm namazi ose me botë spe, alhamdulillah, Allahu akbar. Gjitha veprat e mira që i bën muslimani e që e ka për qëllim Allahun azza wa jall, gjitha këto hin në përmendjen e Allahut azza wa jall, si zakati, namazi, agjerimi, haxhi, gjitha veprat e mira që i bën, respektimi prindërve, respektimi kujshive, gjitha të mirat muslimani që i bën hin në këtë dhikrullah që është përmend hadith me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku thotë krejt janë të mallkuar përveç dhikrullah, përveç përmendja e Allahut, edhe dietari edhe kërkuesi i dijes. Prandaj ne të mundohemi me qenë për atyre që bëjnë vepra të mira, që bëjnë dhikr, që e përmendin Allahun azza wa jall ditën natë, edhe të paktën më mundu më bëu kërkuesi i dijes, se për dietar është vështirë, nuk është vështirë, mirë po Allah i kunja ka bën nasib bon, kunja se ka bën nasib, vështirë është më bë, mirë po më bëu kërkuesi i dijes, me kërku hajrin, ashtu siç ne na mbledh tash këtu. Dorë ky nimet i madh nga sa Allah azza wa jall i ka disa robër ti prej melaçeve që shikojnë nëpër tokë ku ka vend që përmendet Allah me ardh këtu. Vend që përmendet Allah ato vinë. Edhe hungjen, ndëgjojnë, bën istighfar te Allah, fali këta njerëz se po të përmendin ty. Çka thot Allah azza wa jall, thot çka po lypin ta persona. Thot Allah thot pe lypin xhenetin. Thot a kam pa ata, thot jo se kam pa. Sikur ta kishin pa, thot çka kishin me hala më shumë kishin me lut xhenetin. Për mia vëllon të xhenetin. Ka thonë edhe po çka po kërkojnë mbrojtje, ka thonë po kërkojnë mbrojtje për xhehenamit. Ka thonë po sikur ta kishin pa xhehenamin, kishin thonë hala më shumë kishin me kërkuar mbrojtje. Allahu azza wa jall thot i kam falur gjithë ata. Kretat i kam falur. Mirë po me laçë çka thonë Allah azza wa jall e din hala pa i thonë edhe me laçë se Allah e din çka ka me kon, e çka ka me kon si i shkon. Mirë po shembull, ilustrim. Thotë Allah thot po në mesin e tyre ka hidhen e gjunaçar, thotë. Një gjunaçar i madh. Ka thonë veç ka hidhur rastisht aty. Ka thonë edhe ata. Edhe ata Allah azza wa jall e fal subhanallah. Pse rahmeti Allahut. Po çfarë arsye? Se në këtë kohë janë përhap fitnet shumë, janë përhap zullumi, o përhap e mu përmen Allah në këtë kohë është që ka thonë Shekh bin Bazi rahimahullah, ka thonë mu konë i udhëzume, me konë dritë Allah të zera është mrekulli. E mrekulli është me qenë i udhëzume këtë kohë. E me qenë për atyre që Allah i azza wa jall ty të përmen mesin e melaçeve. Filani, i biri filani. E na me qenë për këtëve është një meti madhë. Wallahi do të më falendëru Allahin shumë. Miran se ishte shumë ati me falendëru për këtë nimet madh që na ka dhënë, se shumë njerëz sot është jashtë. Shumë njerëz sot i bën shirk Allahut. Shumë njerëz i kanë rri 40-at, 50-at, nuk e din kur në sejdë që ka bëu Allahu azza wa jall. Pa ka dënim më të madh, po s'ka dënim më të madh vallahi. Dënim më të madh se aty që Allah nuk ja mundson, miran se ishte atina nuk ka. Ka se njeriu knatësi më të madhe ka kur i bën Allahu azza wa jall. Prandaj lusmi Allahun azza wa jall më na bë për atyre sikur ky mesdes që më na përmend mesin e melaçeve dhe mu krenu Allahu azza wa jall me neve para melaçeve tina. Allahu azza wa jall është ai që fal shumë, e lusmi që të na fal. Këshilla e tretë, edhe e fundit që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Jibril alayhis salam i ka thënë: "Wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih." I ka thonë o Muhammed, ka thonë, puna, qëka të dush? Qëka të dush vepra, puna? Ka thonë, bezdije që ki me thonë logaritë Allah. Nuk ka me punu shkele shka me thonë, valla hajt bese. Ki me thonë logaritë para Allah të zogja. Gjdo punë që të veprojsh. Edhe shumë sa grimë, sa ashtu që thotë Allah në Koran, thotë, "Fe me ja'mel mithqala dherratin khejra jara, wa me ja'mel mithqala dherratin sharra jara." Ka thonë, kush punën për juve një punë të harit, me qenë edhe sa grimë sa e vogël, ka me pa në ditën e gjykimit. Po dhe ai i cili punon një punë shumë të vogël ama e keqe, ka me pa në ditën e gjykimit. Këto 3 këshilla të tarta që ja ka dhënë Xhibril alayhis salam pejgamberit alayhis salam,
Kjo hadith I madh I cili muslimani po ta analizoj mirë në kokën e tij, kish me pas shumë dobi të mëdha në jetën e tij të përditshme. Nga se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka ditë se Allah e ka lajmëruar për mas se çfarë umete do të vjen, çfarë njerëz do të vinë. Na I ka dhënë këtë këshill sikur me qenë me neve këtu. Nga se shumë njerëz sot thotë se kjo botë është kur gjë. Jo, thotë Allah azza wa jall I ka thonë po në çka të duash, mirë po dije që kimë dhënë llogari para Allahut azza wa jall. Ashtu siç thotë Allahu men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ka thonë kush punon një vepër të mirë, mashkull apo femën ka ai, edhe është besimtar. Kusht që me punu veprën e mirë edhe mu pranu të Allah azza wa jall, është me wa huwa mu'min, ka thonë Allah azza, edhe është besimtar. Ka se veprat e pabesimtarve janë kot. Ka se veprat e pabesimtarve në këtë dynjë janë kot, nuk pranohen tek Allah azza wa jall, sepse ata nuk e besojnë Allahun, nëse mu pranu veprat e tyre. Wa huwa mu'min, thot do t'ja rregullojmë jetën e tina, edhe kena me shpërbly, thot, me atë që është më e mira për atë që kam punuar. Prandaj e kem rastin me punu tek Allah azza wa jall. Kjo dynja është për me punu. Thot Ali radiallahu me një fjalë tina, thot el-yawmu al-amalu bila hisab wal-ghadanu al-hisabu bila amal. Ka thonë sot është dita kur ka punë pa llogari. Puno sa dush, kimë gjetë Allah azza wa jall. Puno sa dush. Mi ka thonë nesër në ditën e gjykimit ka llogari, punë s'ka. Kryma veti punës, puna është kjo dynja. Këtë dynja mill sa dush, çile atë llogarin tonë bankare për vepra të mira në këtë dynja. Sa të mush, nga se jeta është shumë e shkurtë, nuk I dihet, shtiza e vdekjes veç është nis kana. Ana mrin tash ama vonë, Allah edhe mas mirti. E për atë që ne nuk e dim, atëherë besimtari duhet bagazhin e tina me mu shumë. Edhe me shpresu tek Allahu azza wa jall që me koni falë. Nëse Allah I shkatat wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Ka thonë edhe tutni Allahit në atë ditë kur të ktheheni te Zoti ju. Tutni ka thonë një ditë kur do të ktheheni tek Allahu azza wa jall. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Edhe çdo personi kanë më u plotsu veprat e veta. Ka më gjetë librin e vet. Edhe ata thot Allahu nuk ju bëhet zullum kurrë. Kurrë fare nuk ju bëhet zullum atyne. Se cili person ka me gjetë librin e vet, sa që I ka harru shumë gjunohajnë që atë libër që I ka. Thota, a edhe qita e pas kanë shkrua, a edhe qita, shumë sene I harran. Mi po për shka? Për këtë është të ubja, është pendimi të Allah azza wa jall për ato vepra të këqija që I kemë ba. Mu pendu të Allah azza wa jall për vepra të këqija. Allah është Ghafur Rahim. Allah është ai që falë shumë. Me shpresun faljen e tina, mu largu për gjunohave, edhe me shpresun veprat mira sa më shumë, edhe me shpresun faljen e Allahut azza wa jall. Kjo është ajo këshilla që ja ka dhënë Xhibrili alayhis salam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E na lutem Allahun azza wa jall që kjo këshill të ketë dobi të na, ta marrim si këshill të jetës tonë të përditshme dhe ta sillim në kokën tonë në çdo ditë. Nga se kjo këshill është e artë. Kjo këshill do të më shkru me pendën e artë, si shtojnë ulemaja. Nga se të një gjëra I ka dhanë me po gjithë senet I ka përshi. Ja ka këput, ja ka bo bajat, këski dynjan që në start, ka thonë, jetë të sa dush, me po dije ka thonë që je vdekt. Edhe doje këm dush, me po dije që ka me artë, dita që ke me lanë. Ka thonë edhe wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun biha, ka thonë, punon çka të duash, vepro çka të duash. Mirë po dije që ka marrë koha që keme dhënë llogari për ta. E na lutem Allahun azza wa jall që të na bëj për atyre të cilët e menojnë vdekjen shpesh, e përkujtojnë vdekjen shpesh. E na bën për atyre të cilët shpresojnë në shpërblimet e Allahut azza wa jall, edhe me qenë për atyre të cilët veprat tona të mira na shoqërojnë neve në varr, edhe me qenë për atyre të cilët shpresojnë llogari të lehtë tek Allahu azza wa jall, e me një bagazh të rënd për veprave të mira. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.